po fillove të bëhesh kështu nga këto që nxjerrësh lajme nga hiçi, nga këto zhurma kështu, nuk e bërë gjë, domethënë. Se është edhe kjo punë është në long terms. Domethënë dhe njerëzit do e kuptojnë ky erdhi u fut në tregun e emisioneve me bë këto pyetje ngacmuese. Unë duhet që njerëzit kuptojnë që ky vëlla di me bëj bisedë nga fillimi në fund. Sepse është bërë e tepërt kjo pjesa e, domethënë që duan të nxjerrin njerëzit nga vetja, thjesht për të bërë klikime. Eksakt, po. Ky emision mundësohet nga Brunes, Herbadent, Eurolab, Cinco Luxury Club. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Ishim vitet 2000 dhe ishim të rinj, jemi akoma në fakt, për fat dukemi shumë mirë, plot me ëndra. Në ato vite, studimet për gazetari ishin plotësimi i dëshirësime, po besoj edhe shumë të rinjve që e vazhduan këtë profesion. Disa tjerë lanë për gjysëm, disa insistuan, disa zgjodhen profesione të tjera, disa lundrojnë akoma mes gazetarisë dhe punëve të tjera, sepse ky vend në fakt detyron shpeshherë që ta bësh këtë gjë, por në ato vite, në fakultetin e histori filologjisë në degën gazetari, pata fatin që të njoh një nga gazetaret më të mira në Shqipëri, një shoqe klase në atë kohë, por që vraponte nga mëngjesi deri në darkë, duke ndjekur lajme dhe duke botuar nesër në gazetën shqiptare. Pak pasion të tillë kisha parë në ato vite dhe pak shoh edhe sot. Gazetarja për cilën flas është thuajse çdo natë, çdo ditë në ekranet shqiptare mund të jetë personi që është i lidhur më së shumti me lajmin dhe me lajmin e vërtet, jo me ato lajmet që jemi mësuar që të shohim që çarkullen me shumicë sot në Shqipëri dhe ndje pak emocion edhe në tonin tim të zërit për ta prezantuar, por nuk po zgjatem më shumë, është Klodiana Lala. Faleminderit Klodi që jemi ne. Mirë se gjeta. Mirë se gjete në këtë ambient që po duam të jetë një ambient i miqve, i zërave të vërtet, i disa gjërave të thëna pak më qartë, jo se nuk thuhen qartë, jo se ti personalisht nuk e thua mendimin tënd qartë, por shpeshherë ka edhe tentativa për tek tuk në media për ta intimiduar gazetarin, për të mos ta lënë që ta çojë të vërtetën e tij deri në fund, dhe meqense ti je personifikimi i të kundërtës, do ta nisja këtë bisedë me ty me një pyetje direkte. A ke frikë për punën që bën? S'pari unë duroj suksese, edhe uroj që si përmarrja jote të eci sa më gjatë, më vjen shumë mirë që më në fund të shoh drinin në atë që unë e kam menduar gjithmonë që do ta shihja, të moderoj një bisedë të shtruar, një bisedë me shumë detaje, të ngrohtë, dhe është drini që unë e kam njohur në vitin 2003 në Fakultetin Histori Filologji, dhe nëse kujtoni në atë kohë, ju erdhët në auditor. Jemi pak ju erdhët në auditor gjithë ditëlindjet. Në momentin që mbrite, kur po përgjigjeshe nëse të kujtohet, më tërhoqi zëri dhe unë kam kthyer kokën dhe thash, po, është djali që punon në... Po, në atë kohë punonin në media, po, në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Po, ishte një periudhë që zërat dëgjoheshin shumë, edhe media në atë kohë ishte shumë e dëgjuar. Dhe e kisha zërin të dëgjuar dhe aty nisi edhe miqësia jonë. A kam frikë? Jo. E kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them, sepse unë mendoj që një gazetar ka një mision, dhe misioni është të thotë të vërtetën.
Dhe pavarësisht se të tjerët përpiqen të përbaltin, të sulmojnë, të bëjnë të ndihesh keq, të bëjnë të ndihesh nën presion, përmes formave të ndryshme, ndoshta sot edhe përmes fake newsit, unë besoj që nuk më mposhtin dot. Por të kam tentuar, pra dua të kuptoj, Po patjetër. këtë duhet të asnjë profesion drin, edhe në gjithë karrierën tënde, besoj, sidomos në media, lufta është shumë e ashpër. Patjetër që është, Ndoshta po. në fushat e tjera Si vjen presioni tek një gazetar? forma të ndryshme, Për forma shembull. të ndryshme. Po ka raste që vjen përmes mesazheve, ka raste që vjen përmes Si mesazheve të shkruara, të shkruara, ka raste që vjen në forma të ndryshme të postës elektronike apo në Facebook dhe Instagram, rrjete që ne përdorim. Përmes të threadëve, vjen përmes të threadëve? Përmes të threadëve. Ka një mënyrë tjetër, ndoshta ju duket e sofistikuar, po unë mendoj që është më bajatja për të bërë pis, për të ngritur një furtunë ose Tash për e të them hedhur naj, balë po. mbi gazetarin. Por ndaj thash që mua nuk më bëjnë përshtypje gjërat të tilla. E di pse? Po mirë, si nuk bën Sepse përshtypje? fakti Dëgjoj, qëndron se- aty. Po, jo unë e kuptoj që mesazhi yt është shumë frymëzues për gazetarët apo gazetarët e reja, por si nuk bën përshtypje? E ke mësuar pra këtë gjë që të mos ta depërtoj koracën tënde, apo mësohet kjo gjë apo lind? Unë besoj që është pak edhe një lloj force e brendshme. Ju e dini, kur ne kemi qenë së bashku në fakultet, unë filloja ditën në mëngjes herë dhe përfundoja vonë natën në Gazetën Shqiptare. Dhe realisht me të njëjtin pasion, e bëj gazetarinë edhe sot pas kaq shumë vitesh, nënë e 2 fëmijëve, Po, vajza unë nuk ime e di si ja është bën, po. adoleshente, e madhja, e dyta po afrohet drejt adoleshencës dhe kam ecur gjithmonë në atë hapin e shpejt dhe ushtarak. Nuk e kam mësuar veten, por mendoj që forca ime e brendshme dhe përpjekja e vazhdueshme për të thënë gjithmonë atë që unë e kam konsideruar të shenjtë që është e vërteta, mendoj që më ka dhënë atë lloj force për t'i përballuar sulme dhe presione të tilla. A je detyruar të vetë censurohesh? Jo asnjëherë. Ndoshta do duket utopike, ndoshta do të duket mendjematësi nga ana ime, por nuk e kam bërë asnjëherë. Kam qenë e kujdesshme në momentet të caktuara, sepse fjala e gazetarit mund të vrasë në kuptimin që mund të shkatroj karriera, mund të dëmtoj familje, mund të krijoj përplasje. Dhe në këtë aspekt kam qenë shumë e kujdesshme për të artikuluar diçka që mos të lëndoj, por kur unë jam bindur në vërtetësinë e gjës, patjetër që e kam thënë në mënyrën dhe formën time dhe jam përpjekur ta them fort. Po ti, a je lënduar vetë se ke thënë ndonjëherë të vërtetën? Patjetër. Më shumë se sa vetë personalisht, sepse thash tashmë është një fazë që shumë pak përshtypje më bëjnë mendimet e tjerëve. Përveç atyre njerëzve të cilët unë i vlerësoj dhe kanë në një farë mënyre unë i dua për gjithë suportin që më japin, për gjithë dashamirësinë që kanë ndaj meje. Çfarë më ka lënduar, ka qenë fakti kur janë prekur familjarët e mi. E pra, ja, do të pyes pak më vonë, por Domethënë- kur them ai lënduar, do të thotë që duke thënë vërtetën, dikush të ketë tentuar të intimidojë përmes formave të ndryshme në ambientin e punës apo në ambiente jashtë saj, pra për këtë pjesë lëndime Po flas. patjetër, pjesa që më vret her pas here ka të bëj me familjen. Pra kur dikush merret me familjarët e tu, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me punën që ti bën. Patjetër që ata më mbështesin, nuk e kanë kursyer kurrë, po kjo gjëja më vret. Nuk ma kanë shprehur asnjëherë. Po ti e ndjen. Familjarët e mi, asnjëherë nuk më kanë thënë ndalo, asnjëherë nuk e kanë vënë këtë në dukje. Por e ndjej, për shembull, babai im është pensionist, është moshe 3 dhe shpeshherë ma thot kështu se në mënyrë indirekte, po pse zihesh me të gjithë? Edhe e kuptoj që kur ka tentativa si të mos rrjetet sociale, ose janë ato ushtrit e trollsave që ngrihen kryesisht nga politika apo njerëz që preken nga drejtësia, që ti kundërvën. Po në pak fjalë ti po thua që je ndjer dhe e sulmuar. Domethënë është një lloj sulmi se unë si gazetar të lexoj. Patjetër, por e përballoj me shumë sukses. Po të kishe qenë burr, pra për gratë dhe për burrat, gazetaria është e njëjtë Besoj që po, në parime po. në Shqipëri? Në parime po. Pastaj varet terrenin ku ti e shtron.
Ju e dini edhe Për në shumë ka fakultet shumë unë gra, kam ka qenë- shumë zonja që mbase thonë gazetare që burrat e kanë më të lehtë bëjnë gazetari se mbase rinë më gjatë jashtë ne fëmijët e tjerë. Po, Domethënë patjetër, në këtë aspekt, po thash varet se si e bën gazetarin. Ka ndoshta një lloj jo lirie se nuk doja ta thoja tamam këtë, po ndoshta një burrë ka më të lehtë të qëndrojë edhe pak më shumë jashtë, ndërkohë që unë jam e detyruar edhe kur bashorti kujdeset për fëmijët. Atëherë Mua po më tregoj duhet më shumë kohë për shumë për të marrë me vajzat. tani edhe me ndoshta qenë se jemi në ndonjëherë- një episod late night, formati late night, bisedave të shtruara që transmetohen zakonisht në mbrëmjeve, Klodi është me dy vajzat e saj që e ka gjetur kohën që ti shoqëronte gjatë kohës që regjistroi ky episod dhe ndodhen në një ambient tjetër të studiove tona pikërisht për treguar pra që ato janë gjithë në hapësira të caktuara me Klodin, siç po ndodh edhe sot, pra është një përpjekje e saj për të mos qëndruar larg këtyre. Atë ka bërë kjo të heqësh pak dorë nga vetja. O Klod, e ke shijuar jetën tënde? Më vjen, shpesh kur të shoh, mbase duket të njohur, them e zonja profesionalisht po, e familje, patjetër familje shëndetshme po. Po, domethënë, e ke shijuar jetën? E shijon është një jetën? kompromis që bën me veten. Domethënë, sigurisht kam një peng, një farë mënyre që jo gjithmonë jam e pranishme tek vajzat edhe kjo më dhëmb momente caktuara, edhe pse kur unë jam qoftë edhe një kohë të shkurtër ne kalojmë kohë cilësore së bashku, të treja, edhe bashorti, por patjetër që më dhëmb momente caktuara kur nuk jam. A e kam shijuar jetën? Në mënyrën time po, sepse varet se si ti e sheh. Domethënë, unë e kam shijuar Kush janë episodet më të lumtura të jetës tënde? pafundësisht. Po disa që do t'i Pafundësisht, veçoje, tani për shumë që thua një episod i lumtur që për ty ka qenë një moment që e veçon nga të tjerët. Po lindja e vajzave janë një gjë e jashtëzakonshme dhe sidomos lindja e vajzës së dytë, unë jam lindur jashtë vendit në Britaninë e Madhe dhe duke qenë se ishim vetëm unë dhe bashorti dhe erdhi dhe vajza në jetë, ishim shumë afër njëri tjetrit, po e shijoja, ndryshe nga vajza e madhe kur kisha gjithë familjarët dhe të gjithë e merrnin në krah, vajzën e dytë po e shijoja. Dhe patjetër kisha atë shqetësimin sepse vajza e madhe ishte në Shqipëri me prindrit e mi, nuk mund të kujdesesha për të në atë situatë, pra sapo kisha lindur edhe patjetër duhet qëndronte këtu. Dhe ishte një moment magjik do të thoja. Martesa ime tradicionale. Sa do të pyesja? Ka qenë një moment interesant. Si e ke njohur bashkëshorten tënd? Përmes një të njohuri të përbashkët, domethënë është një kushëri. Ju kanë prezantuar si thua? Po. Nuk është mbledhëri klasike, Jo, po. por ishte shkaku që ne u takuam edhe Ishte shikimi, dashuri me shikim të parë? Domethënë, ndoshta as unë vetë nuk e di, as vetë se kemi folur ndonjëherë këtë gjë. Nuk gjë. kemi folur asnjëherë. Po. Ka qenë një flutur në stomak. Vërtet. Që kur unë kam folur Ekzistojnë këto flutura, ato? Për herë të parë me të, kemi patur ulje ngritje tona, një jetë me shumë kthesa, por asnjëherë nuk kemi dalë nga rruga. Domethënë kemi shkuar deri në cep, jemi kthyer prapë, kemi shkuar prapë edhe por Kur e kuptove, realisht janë kur e ndave mendjen që është burri që do por ne ndërtosh? kemi qëndruar gati 3 vite së bashku përpara se unë t'i thoja po për 3 vite? Po, për Po të si e ke marrë- mbajtur për të peng marrë 3 vite? unazën, që sigurisht ishte një moment shumë interesant, ma ka dhënë në një nga lokalet në kryeqytet dhe mbaj mend në atë kohë si për inatin tim edhe si për atë se nuk doja të ndodhte kjo, lokali kishte qenë i mbushur plot me njerëz të drejtësisë. Me thënë drejtën. Domethënë kampanje propozim live. Sa i lumtur edhe i hidhuruar, sepse unë i kam pak të shenjta këto gjëra, nuk Do të ruash privatësinë, po, dhe ke ruajtur në fakt këtë Nuk pjesë. dua, domethënë, dhe për më tepër edhe vetë Po ta ke bërë qëllimisht? Nuk di ta them, sepse se kam pyetur kur, kemi jetuar pastaj shumë vite bashkë dhe jemi martuar zyrtarisht Po mirë, tani në dëgjoj. vitin 2024. Tani ti e mbajte peng 3 vite këtë. Po 3 vite edhe pa e puthur fare, pa Dëgjoj, mos na bëj pyetje të tilla, se nuk dal nga korniza ime, domethënë. Po, mi bërë, dëgjoj. Po, mi pra, Nuk ideja dal është... nga korniza Jo, jo. ime tërësisht. Por mendoj Dëgjoj. që ne kemi Tani patur një dëgjoj, ti si bën efuri. debat me ata njerëzit kur debaton. Jo, nuk do insistoj prapë të puthja se e morë përgjigjen, po.
Pse dhe kjo pjesë e mosdaljes tënde nga korniza, e ke të kornizuar vetë, e ke të ndarë këtë pjesën që do të Jo, nuk qëndrosh është kjo. apo i Problemi quan është që gjëra private? vetë bashkëshorti ka zgjedhur të mos jetë njëri publik, sepse është tërësisht i larguar nga media, një pjesë të mirë të kohës e shpenzon në Britaninë e Madhe dhe kam respektuar një vendimarrje të tij. Dhe në këtë aspekt, këtë them që nuk dal për tej. Dhe ke bërë mirë. Pse bëj dhe si bëj debat. Unë mendoj që të shkosh të shpenzosh kohë në studio, do thotë që të shërbej. Dhe jo vetëm të më shërbej mua si grua apo si nën, po të shërbej opinionit publik. Dhe unë këtë e shikoj shumë të shenjtë. Nuk shkoj në studio për të qëndruar si një figurinë aty. Do të pyes pak këto studiot. Do të pyes pak këto studio se je personazh që shpeshherë ka dhe debat mes drejtuesve të studiove kush do të marri dhe kush do të trëmbej. Por varet se kë zgjedh ti, po do të qëndroj pak tek familja sepse kanë disa pyetje për ta mbyllur këtë pjesën e familjes. Ka patur një episod që mbeti pak si i pasqaruar apo mbase jo plotësisht i sqaruar, kur ka patur një tentativë për të sulmuar familjar të tut, ambientet e familjes. Çfarë episodi ka qenë ky? Çfarë ka ndodhur? Unë nuk jam gjendur në momentin që ka ndodhur ngjarja në banesën e prindërve të mi. Atë natë në banesë kanë qenë 2 vajzat e mia, babi dhe mami, ka qenë vllai im i vetëm, dhe kemi pasur edhe 2 miq të familjes, një çift bashkëshortësh. Unë fakt isha larguar pak më herët për shkak se kishte shumë njerëz dhe isha larguar. Një person i armatosur me Kalashnikov shkon dhe qëllon mbi fasadën e banesës së prindërve të mi. Sigurisht që është ngjarja më tronditse në jetën time. Jam e bindur që ajo ka ndodhur për shkak të profesionit tim. Familja ime nuk ka asnjë problematik të asnjë lloji natyre. Kam dëgjuar pas kësaj ngjarje teori konspirative, përpjekje për të mbaltosur, përpjekje për të Po kush qëlloi mbi banesë? Unë kam patur dyshimet e mia dhe i kam bërë prezente në prokurori. Nuk ka autorsi. Akoma nuk ka një autor. Përket autoriteteve. Ti e di kush ka që mendon që e di? Po, unë mendoj që e di dhe i kam informuar autoritetet. Mund ta thuash? Ata e kanë të qartë dhe nuk besoj që mund të jem unë personi që mund të interferoj, por e kanë të qartë autoritetet. Çfarë më ka shqetësuar më pas, ka qenë pikërisht fakti që shumë njerëz të cilët unë i kam vlerësuar dhe respektuar, janë përpjekur të hedhin baltë në lidhje me këtë çështje, madje kanë shkuar deri aty sa të thonë. Dëgjoj se kjo e bëri është vetë organizuar apo jo? Kjo e bëri vetë sepse donte të ikte për azil, ndërkohë që ata cilët e kanë artikuluar këtë gjë e din shumë mirë jetën time. Jeta ime ka qenë një libër i hapur. Nuk e kam, jo vetëm që nuk kam nevojë për azil, sepse unë kam një familje të gjithë me pasaport të huaj dhe mund t'i kur të dua dhe ku të dua. Kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri sepse besoj që kam forcën e nevojshme për të ndryshuar sadopak dhe për të kontribuar në këtë vend, sepse nëse do ta ndjej një moment caktuar që fjala ime nuk vlen, më beso drin, nuk pyes as për 30 vite, as për 40 vite. Pra do të rriqem me një lloj elegance për të thënë që nuk vlen kjo gjëja që them dhe unë do ta vazhdoj. Po këtë debatin që e bëj, këtë përpjekjen që e bëj, mendoj që vlen sadopak për opinionin publik. Nuk do ta zgjasim të shumë të pjesën se e di që ti si e viktimizuar kur dhe as unë vetë nuk do doja që dikush të viktimizohej, po familjarët si e përjetuan këtë moment. Dgjoj, unë nuk i kam shqetësuar kurrë edhe nuk i kam pyetur, përveç se ata pas ngjarjes për një kohë të gjatë më telefononin pafundësisht për të më pyetur si isha. Kaluan një gjendje frike, shoku. Sepse kishte një lloj, nuk ma shprehen, por kishte një lloj tensioni dhe një lloj shoku. Unë e kam pas shumë të vështirë. Mbajnë mend gjë vajzat nga ky detaj? Mbajnë mend gjë vajzat? Vetëm vajza e madhe. E mban mend si detaj? Vetëm vajza e madhe, sepse në momentin kur ndodhi tërmeti i 26 nëntorit, nëse e mbani mend, unë jam gjendur tek familja e prindërve bashkë me vajzat dhe në atë moment kur filloi lëkundja e banesës, dhe abazhuri po bënte shumë zhurmë, pra ishte ai momenti i parë dhe unë ndjej shumë sepse është banesa në afërsi të Rinasit, thanë na qelluan. Dhe mua kjo pjesë më ka lënduar. I kemi marrë fëmijët bashkë me mamin dhe i kemi nxjerrë jashtë, kam dalë më pas me makinë, kam bërë një xhiro në zonë dhe i kam kthyer sërish sepse mua më duhet të shkoja në Durrës për shkak se kisha informacion dhe shkruanin pafundësisht në rrjetet sociale dhe më telefononin.
që kishte viktima dhe unë duhet isha atje, të jepja sa do pak kontribut atje. Kam një kurioztet time personale, a ke bërë ndonjë gabim? Në kuptimin që ke shkuar në shtëpi dhe ke thënë mos duhet ta kisha kursyer një detaj, një raportim ishte egzageruar ose gabime me të dhënat. A kam bërë një gabim, po unë nuk jam gjynore, jam e gabueshme, thjesht më duhet të reflektoj çdo moment, po unë kam një gjë drinë, sa herë që raportoj, operatori me cilin punoj, redaktorët me cilët punoj, njerëzit ku shkojnë në studio dhe ju keni qenë për një kohë të gjatë në televizionin Klan dhe ju e dini sa herë unë dal nga studiot apo edhe të pyesja nëse e mbani mend, drinë si isha, bëra ndonjë gabim, pra janë gjatë gjithë kohës kërkon një lloj kërkoj jo për shkak të pasigurisë, por sepse dua të kuptoj se si të tjerët e kanë parë, se kur je aty brenda, ndonjëherë gjërat marrin një rrjedh krejt tjetër nga sa i ke planifikuar. Kështu që kur unë gaboj, kam kurajon ta korrigjoj dhe ta çoj në fund, t'i them gjërat siç realisht duhet jenë. Po unë s'para lëviz me taksi, në fakt lëviz me automjetin tim, po më ndodh shpeshherë që jo shpeshherë, por në disa raste të marr dhe taksi. Dhe ishe ti duke raportuar dhe i taksisti po të dëgjonte në sfond. Më tha, kjo Klod Lala, tha, nga i di gjithë të gjëra, më tha. Sigurisht që nuk e dinte që i di të gjitha vërtet, më tha, kjo tha, se kjo delta, thota, unë e dita se çfarë ka ndodhur kështu. Nga i di vërtet të gjitha gjëra? Pyetje me vend. Di pak, por ato gjëra që i di të sigurta. Dhe besoj zgjedh bashkëpunëtorët e duhur për të marrë informacionin dhe zgjedh njerëzit e besuar për të marrë informacionin. Ndoshta mund të qaloja në mënyrën se si flisja me njerëzit në vitet e mia të para të punës, po sot kam shumë kujdes në mënyrën se si u qasen burimeve, sepse është shumë e vështirë të krijosh një burim i cili ka integritet edhe që të beson ty për forcën dhe karakterin tënd. Kështu që ato gjëra që i di me siguri dhe kur në asnjë moment, për asnjë arsye, nuk kam bërë një raportim që të kem patur qëllim për të lënduar apo rënduar dikë, ndoshta lapsus e kam bërë dhe jam përpjekur t'i korrigjoj apo t'i sqaroj dhe kur kam gabuar, po kam kërkuar falje. Ç'është kjo çështje e burimeve që dëgohet kaq shpesh nëpër studio, sipas burimeve të mia, sipas burimeve të mia. Unë e përdor në fakt sipas burimeve të mia. Njerëzit e kanë humbur pak besimin te kjo shprehje e burimeve. Çfarë? Dgjoj, një gazetar konfirmohet ndër vite. Domethënë, një gazetar e ka suksesin tek ajo çfarë thotë dhe nëse ajo që thotë qëndron. Dhe unë e sfidoj gjithsecilin që ka vënë në dyshim atë çfarë unë kam thënë, në të gjitha vitet e karrierës time të ndalet dhe të hap të gjitha transmetimet televizive, të hap të gjitha kronikat e mia dhe të më thotë, Klodiana Lala ka gabuar këtu. Dhe unë kam kurajon t'i them, keni të drejtë, por nuk më rezulton një gjë e tillë. Burimet patjetër dëgjoj, gazetari varet nga burimet. Njerëzit rrëfejnë histori, njerëzit tregojnë detaje, njerëzit kanë dokumenta në duar. Po pra, pyetja ishte a abuzohet ka abuzim pak pas kësaj shprehje sipas burimeve të mia. Në përgjithësi. Atëherë, po patjetër, sidomos portalet abuzojnë në mënyrë të frikshme. Dhe ndonjëherë më ndodh që hivet një lajm që unë e dërgoj në grupin e punës në News 24 apo Balkan Web dhe më ka ndodhur që mund të kem një gabim ortografik në të shkruar. Do t'i e sheh që e njëjti gabim del të gjitha. Gabimi ortografik del në 90%, pra gabimi i shpejtësisë që kam shkruar, sepse marrin të gjithë copy and paste. Pra, dhe ky është, pastaj ka portale problematike të cilat në këndvështrimin tim duhet hetohen. Dua të pyes pak për një emër që është emri mbase më identifikues i drejtësisë shqiptare në këto vitet e fundit, Altin Dumani. Kreu i Spakut, Altin Dumani, cili është profili i tij? Pra, është Altin Dumani njeriu që po vendos drejtësinë e vërtet në Shqipëri? Atëherë drejtësinë nuk e bën Spaku, as Altin Dumani, drejtësinë e bën gjykata. Altin Dumanin unë e kam njohur përpara 20 vitesh, kur ishte prokuror, më pas ai drejtoi task force-ën e prokurorisë Tiranës, që për herë të parë hyri dhe ai koncepti i hetimit të korrupsionit dhe krimeve të kryer nga zyrtarët e lartë dhe u filloi edhe një hetim pasuror për të gjithë ata zyrtarë të cilët abuzonin me detyrën dhe pasuroheshin në mënyrë të paligjshme, e kanë vlerësuar për integritetin dhe për ndershmërinë profesionin e vet. Patjetër që në karrierën time nuk ketë bërë edhe gabime. Domethënë nga 2010-ta, se është pak më se jo, ma lër ta marrë fjalin se janë shumë serioze, sepse kam dëgjuar edhe dëgjose gazetarët e Spakut edhe. Altin Dumani është rasti klasik i një prokurori
që kur nuk komunikon me gazetarët përveç se mënyrës zyrtare që është përmes kërkesave për informacion. Që do të thotë ju nuk e takoni ndonjëherë edhe domani? kur e takojmë dhe këtë ta them me përgjegjësi të plotë, sidomos përgjegjësi morale, dhe kur ne jemi në takime off record. Se ka gazetarë që thonë që komunikojnë shpesh me gazetarë. Po të lutem, tani unë po të flas dhe mbaj përgjegjësi për këtë dhe unë nuk dal të shes fytyrën time për gjëra që nuk qëndrojnë. Edhe kur ne jemi në takime off record, kemi të drejtën e vetëm një pyetje dhe nuk ka asnjë diskutim për te pyetjeve. Zoti Dumani ka në këndvështrimin tim një merit, sepse nga një spak i tulatur, nga një spak që merre me arkat e peshkut, shkoi në hetimin e zyrtarëve të lartë, të ish presidentit, të ish kryeministrit, të zëvendës kryeministrit, të ish zëvendës kryeministrit, të ministrave, të kryetarit të bashkisë në detyrë etj me radhë. A mund të ketë gabuar? Këtë do ta gjykoj historia dhe do ta vendos përfundimisht gjykata e lartë pasi të kalojë e gjitha. Kthehemi prapë tek zotëria e nderuar që drejton atë taksin. Në të njëjtën bisedë ai vazhdonte dhe thoshte: "Po ky Altin Dumani bën se çfarë i thot Rama?" Nuk besoj që është Altin Dumani që bën çfarë i thot Rama. Unë besoj që Altin Dumani është një prokuror që i bindet vetëm kushtetutës dhe ligjit. Dhe besoj që brenda asaj strukture ka të tjerë prokuror të cilët i binden kushtetutës dhe ligjit. Sikurse ka të tjerë prokuror që ndoshta për arsye që unë nuk mund t'i shpjegoj dot, mund të kenë një lloj interferencë politike. Ka lidhje drejtësia me politikën sot që flasim? Patjetër ka segmentet saj, pa diskutim. Por fakti që një segment i saj mund të jetë i ndikueshëm politikisht, kjo nuk mund përfshi gjithë strukturën. Se është njësoj drini sikur dikush të thotë të gjithë gazetarët jeni njësoj. Ju të gjithë qartë, patjetër, nuk mund të përgjithësime. Pra, nuk mund, dhe unë këtë kam patur gjithmonë në konsiderat të veçoj dhe asnjëherë nuk kam dashur të vëshim barazimi mes njerëzve, ne jemi të ndryshëm. Një pyetje zakonisht kur lexohet gjuha e trupit ka disa momente që thonë nëse intervistuari ti do ta kesh lexuar këtë, besoj në manualet e gazetës, po i vendosi duart kështu është mbyllur dhe nuk po të jep shumë përgjigje. Jo, me thënë drejtën, nuk jam. Po kam përshtypjen që ti e ratuar dhe to. Jo, ambientet e kur unë ula këtu në fillim, ju e dini që po qëndroja në cep. Edhe po baja staturën e studios. Dhe me thënë të drejtën, kur unë gjesha pas Koltukut, më duk si një gjë që se kisha bërë kur, dhe po ndihem rehat, kështu që po i zgjidhe dhe duar. Po pra nuk je, do më të mundjesh atë, se doja vetëm një falenderim shumë të merituar në fakt dhe të vërtet për Brunesin që na mundson një pjesë të arredimit fantastik që ka studioja jonë, në fakt që faleminderit. Edhe shumë interesante me thënë drejtën, me gjithë të ndriqimin edhe me realisht më pëlqen. Dhe ju e dini që unë nuk e them fjalën e Mirë Kollaj. Ju e dini sa e krisur jam unë në këtë drejtim. Kështu që realisht ka një detaj, unë kam një detaj veçantë që do të pëlqejë në fakt. Që kur po punonim, nuk po e tregoj se si erdhi ky libër në këtë ambient, mbase në një episod do ta tregoj, po shikoj çfarë titulli kam. Të parën kemi Dibrën. Po më thuaj që unë jam pjesë e qetës së Dibrës, sa më pëlqen kjo fjala. Do të ky botim do të jetë i viteve 80 kam përshtypjen, po mos gaboj. Flet pikërisht për historikun e trevave dhe traditave, shumë interesant, po kur e pash këtu thash do ta ngasoj pa Klodin tash se Klodi është Dibrane. Po, është interesante, vajta një natë tek Albania Night, nuk e di nëse e keni parë, dhe shkova bashkë me bashkëshortin tim. Dhe u vesha me veshjen e Tropojës dhe dikush më shkruan prej Tropoje je, jo i thash jam pjesë e qetës së Dibrës. Nuk pushonte së qeshuri. Jam shumë krenare për rënjët e mia, nuk e kam fshehur asnjëherë që jam i vajzë ardhur nga fshati, që nuk e harroj asnjëherë nga kam ardhur, edhe nuk e harroj asnjëherë kur unë shkoja në shkollë edhe duhet i kisha këpucët me baltë sepse ecja në ato rrugët e pashtruara, nuk e kam fshehur asnjëherë që dhe ju jam falenderuese më për ulje kushrinjve të mi kur binte bora 2 metër, më mbanin gjithmonë në shpinë si vajzën më të vogël të familjes, edhe u jam falenderuese po ashtu që çdo mbrëmje u merrja një letër dhe mbaja koncerte dhe i vendosja të gjithë rresht për të më dëgjuar. Kështu që nëse harron drin nga ke ardhur dhe kush ke qenë, është motivimi realisht, jo më beso për këtë, më duhet ta them, më lejon, ndoshta nuk e lejon koha se mund të jetë shumë e ngjeshur, po nëse dikush harron nga ka ardhur dhe harron origjinën, unë nuk e kam as pak për turp të them që jam rritur në një kull prej guri
në një kull ku baba im ka jetuar bashkë me të gjithë vëllezërit, ne ishim një numër i madh fëmijësh që hanim të gjithë në një sofër dhe gjyshja rinte gjithmonë te koka jonë dhe nuk kemi zënë kurrë. Nga të lindi ty ky pasioni për gazetarien? Si të lindi kjo? Nuk e di. Jo, se Nuk e di, por di vetëm një gjë, që e vogël, në çdo natë të vitit të ri ku mblidheshin në atë odën e madhe dhe që përgjithsisht qëndronin në pra të shtruar pa divan. Po, në tokë. Në qylim, i themi ne. Po. Unë gjithmonë isha përpara gjithë familjes dhe recitoja, këndoja, drejtoja, bëja pyetje. E ka ndonjë nga vajzat të pasion? Vajzat më pyesin her pas here për ngjarje caktuara. Dhe pyetja është a do doje që të bëheshin gazetare? Me thënë drejtën, jo. Nuk e di, jo, ndoshta e kam thënë edhe një herë. Por sigurisht do jenë të lira të zgjedhin çfarë të duan dhe unë do t'i mbështes. Por dëgjoj, unë kam një gjë, jam ushtarake në mënyrën se si veproj. Pra kam një disiplinë të Mos e nuk e kaq ushtarake. Jo, më beso, kam një disiplinë të jashtëzakonshme dhe këtë jam përpjekur, ndoshta jo kaq sa vetëm, por jam përpjekur t'ua transmetoj. Ushtarake, po për të kërcyer bukur. Po. Ka një çështje që është folur kaq shumë në mediat shqiptare, po doja një koment nga ty. Çështja e Ervis Martinait. Çfarë, domethënë, është gjallë apo nuk është gjallë, apo çfarë ka ndodhur me të? Kjo është pyetje $1 milion. Patjetër që fakti që kam kaluar 3 vite, nga viti 2022, 9 gushti 2022-shit, kur unë kam raportuar lajmin e parë dhe në atë kohë jam gjendur edhe nga disa kolegë caktuar përballë një furtune balte dhe përballë një vulgu balte, kam qenë e sigurt kur unë e kam raportuar atë lajm që do të ishte kryefjalë për një kohë të gjatë. Burimi që më ka kërkuar, unë jam gjendur e kam shpjeguar edhe një herë në emisionin në Opinion, jam gjendur në theth me familjen, më ka kërkuar takim dhe më tha që unë dua të flas për një çështje shumë të rëndësishme. Dhe pyetja ime në telefon ka qenë me çfarë lidhet? Me fushkuqe. I thash sa kohë ket më presësh? Maksimumi 3 orë, tha, sepse më duhet të largohem. Dakor, i thash. Kam shkuar dhe kam takuar dhe më ka shpjeguar historinë se si ai e dinte. Ngrinte dyshime në atë kohë që Ervis Martinaj nuk jetonte më, por këtë përgjigje nuk më takon mua ta them. Patjetër që unë kam dyshime që ai është rrëmbyer dhe vrarë. Unë po pyes për mendimin tënd. Edhe për shkak sepse pavarësisht gjitha kërkimeve dhe gjitha hetimeve nga autoritetet shqiptare, nuk ka asnjë gjurmë të tij apo qoftë edhe një gjë që mund të bëj të dyshoj që ai është gjallë, por nuk është detyra ime ta them është gjallë apo jo, apo është i vdekur, ju përket autoriteteve. Po patjetër që në momentin e parë që më shtën lajmi nga një burim merrsisht i besueshëm, megjithatë unë nuk e kam raportuar, edhe pasi e kam kontaktuar këtë burim, kam kontaktuar të gjithë pjesën më të madhe të zyrtarëve të policisë, të zyrtarëve të prokurorisë, jo vetëm në Kurbin, por edhe në Tiranë, kam biseduar me ta, kam shkuar në fushkuqe po atë ditë. Dhe unë kam raportuar të nesërmen pasi kam arritur të siguroj kallëzimin penal të familjes bërë në prokurorinë e Kurbinit. Po familja e tij aktualisht çfarë pretendon? Familja e Ervis Martinait pretendon që Ervisi është i vrarë dhe ata implikojnë deri te kryeministri i vendit. Po. Ky është pretendimi që kanë familja, madje unë kam patur një bisedë shumë të tensionuar me xhaxhain e tij. Ervis Martinaj ishte rasti atipik i njeriu të botës krimit. Nuk erdhi nga rruga nuk filloi nga rruga për të shkuar në nivelin e lartë të kriminalitetit, por erdhi nga fakulteti dhe hyri në kriminalitet. Dhe ishte kthyer përpara se të zhdukej në një shqetësim shumë serioz dhe kishte përplasje me një sër grupesh kriminale. Jo, është një çështje që ka diskutuar gjatë, po. Dëgjoj, janë disa ngjarje që unë i ndjek në vimësi. Dhe unë kam që kanë dhe lidhje me njëra tjetrën. Dhe unë besoj që po, personalisht e kam një të dyshuar nga investigimet që unë kam bërë, ka dhe një dyshim për këtë person nga ana autoriteteve, do duhet të pres momentin dhe kohën e duhur që ta bëj publike. A mund të ketë reja nga kjo çështje? Po, mund të ketë. Ndoshta për të sqaruar, dëgjoj, ndonjëherë kur personat zhduken do të jetë shumë e vështirë për të gjetur trupat kur ata vriten, por mund të ketë të dhëna nëse ai person cilin unë e dyshoj, mund të flasë për autoritetet, sepse ka tentuar një herë
mendoj që po mund t'jap të dhëna për fatin e tij. Kush është kriminali më i rrezikshëm i gjallë shqiptar? Unë kam thënë, dëgjoj, emrat një botës krimit ka sa të duash, por unë kam veçuar Aldo Baren, sepse Aldo Bare ishte një efektiv i forcave speciale Renea, i cili arriti të krijonte një komisariat paralel me komisariatin e policisë dhe arriti të ishte një shtet paralel me shteti. Patjetër që më pas ka patur njerëz të botës krimit mizore tjera më radhë, dhe nuk po flas pastaj për narkotrafikantët të cilët për disa prej cilëve ne ndoshta nuk kemi dhe informacion. Për shembull, rasti i fundit i Ervis Qelës ishte një rast thuajse i panjohur për autoritetet dhe për gazetarët shqiptar. Ishte një njeri që në 20 vitet e fundit kishte jetuar në Paraguay dhe kishte arritur, kishte kryer një vrasje, ishte dënuar për vrasjen, kishte arritur të shkonte në Paraguay bashkë me vëllezërit dhe kishte arritur të ndërtonte një perandori të trafikut të kokainës. Por dhe ka shumë emra tjerë që ndoshta ne nuk i kemi identifikuar. Se këto orët e vona tani na sillen dhe pyetje pak që lidhen me punën. Raportohet shumë shpejt për këto vajzat shoqëruese, eskorta që hynë në ambientet edhe në ambientet e burgosurve VIP apo jo. Është e vërtet? Po, e vërtet është. Po kjo nuk është një gjë që ndodh sot, pra një fenomen që ndodh sot gjithmonë. Që ka ndodhur gjithmonë. Njerëzit e botës së krimit kanë synuar gjithmonë vajzat të showbizit kryesisht. Ka patur vajzat të cilat i kanë rezistuar kësaj oferte. Që kanë shkuar rregullisht, po thua? Jo, që i kanë rezistuar dhe nuk kanë shkuar. Okay. Dhe ka të tjera që po kanë shkuar dhe rregullisht. Po është një proces i lejuar apo? Jo, nuk është një proces i lejuar, por gjen forma dhe mekanizma të ndryshëm, herë duke u hequr si bashkëjetuese, njerë duke u hequr si të fejuara, ka patur të tjera që shkojnë si të afërme, ka patur të tjera që shkojnë për të takuar X, në fakt takojnë. Ka dhe femrat njohura, besoj që mund t'jenë njohura? Po, patjetër. Ka emrat njohura? Ka emra që mund t'jenë implikuar dhe në marrje dhe në informacionesh nga jashtë brenda? Unë kam patur dyshime në disa raste që kjo ka ndodhur, por kam patur dyshime realisht në disa raste. Edhe ka patur edhe të arrestuara në dyshimet se mund të jenë përfshirë në ngjarje kriminale. A mund ndodhi për shembull para punës së është vërtet që ata burgosurit VIP jetojnë kështu me komoditete, me lukse, apo janë tash e theme kështu? Jo, ka qeli realisht shumë komode. Po, domethënë që për shembull unë kam bërë një investigim. Bëjnë lëshime nga autoritetet apo? Dhe ishte rinovuar komplet burgu i Durrësit nga e para dhe kishte aty aq shumë luks sa nuk e ke iden. Dhe kur unë kam parë dokumentat, për shembull luks. Po me kolltuqe shumë të mira, me frigorifer, me televizor të fundit, me... Do me thënë që mos ta ndjesh që janë burg fare? Dëgjoj, burgu sidoqë që t'jetë është burg. Fakti që i detyruar t'jetosh... Se më kujtove një gjë, mos e harroj, si është kjo puna e këtyre zyrtarëve të lartë, për shembull, që futen, vjen në duart e drejtësisë dhe përfundojnë në burg. Se disa thonë, se burgu bëri 3 vjet, 4 vjet, apo bëri x vjet, doli nga burgu, shpëtoi. Çfarë është në fakt burgos, heqja e lirisë po e quajmë? Është drama më e madhe që mund t'i ndodhë një njeriu dhe sidomos një politikani apo një zyrtari të lartë. Dëgjoj, më ka thënë një shprehje dikur një drejtor burgu. Klodiana tha, njerëzit e botës së krimit tha, vinë si uqër dhe pjesa më e madhe e tyre dalin nga burgu si lepuj. Burgu është një barë shumë e rëndë. Po pse burgu thonë që është për burrat? Dakor, barë e rëndët. Patjetër, po. Dëgjoj, e di, po të shkosh për shembull në qelit të burgut të Durrësit, kupton nga informacionet që unë kam marrë që ka zyrtarë të lartë të cilët kanë kaluar deri në paranoja, për shkak se nuk e përballojnë dot, se shikojnë veten të paprekshëm me pushtete tjera me radhë, dhe kur shkojnë në një realitet që janë detyruar drim. Po tani se ky është paradoks, se ti thua, dëgjoj, ka një paradoks këtu. Këtu thua njerë, po themi jo tipo që ju krijojnë kushte, dhe në anën tjetër nuk ka lidhje me kushtet, krijoj çfarë të duash. Prap mbetet burg. Mjafton që në mbrëmje nuk e di nëse ke hyrë ndonjëherë në burg. Po, për çështje pune, po. Për çështje pune. Dhe ke parasysh kur të kërcasin atë derën, brau. Dhe ajo shurma që shkon. Po, mbase këtyre nuk ja u kërcasin aq shumë fort, bra. Edhe këtyre u kërcasin. Rregulla që nuk i shmankin dot, kurse si dhe për asnjë arsye. A mundet një burgosur VIP në takimet normale me të dashurat apo bashkëshortet, që kryen dhe marrëdhënie intime, po themi,
Të krijoj të ketë një, po themi, bashkëtorë të ketë një shtatzani apo kështu për. Po patjetër, ka raste sa të duash. Nuk lejohen para burgim takimet intime, lejohen vetëm kur vendimi merr formë të prerë dhe cili do i dënuar shkon me vendim formës prerë dhe vendoset në burgun e sigurisë së lartë apo të zakonshme, se varet nga siguria. Do të thonë deri para një vendimi të formës prerë nuk. Jo, nuk lejohen takimet intime. Dhe patjetër ka raste sa të duash që kanë lindur edhe fëmijë. Kam disa pyetje që mund të duken të thjeshta, por nuk janë dhe aq se mund të ngacmojnë pak portalet dhe ne dëgjoj, se ne të dy jemi gazetarë. Mba mend kur më bëre ftesën ne ishim në Gjakov. Po, apo jo? Po. Dhe kur më the Klodiana duhet vish të thash Drin, pse ke zgjedhur të flasësh me mua dhe ma sqarove. Dhe më the do të jap një draft pyetësh dhe të thash jo, sepse nëse unë nuk jam e zonja të përballem me ty, më fal që po drejtoj me ty, po ne jemi miq, dhe nuk jam e zonja të Klodi më tha, thuaj tamam, Klodi më tha më pyet çfarë të duash, më tha, mua tha mos e vrit mendjen fare, se nuk është ky, sepse e para punës njerëz që kur ti je vërtet nga ajo kulla që the, po edhe un kam ato parimet e mia kur vjen në shtëpi, nuk mund të pritesh në besë në kuptimin që nuk është kjo çështja. Të bësh çdo pyetje që të duash. Jo, duhet të them këtë që pyetje të gabuara nuk ka, se nuk është se kjo çështje, po kur them për portalet për të ngacmuar pak. Tani ti shkon shumë në këto emisionet e darkës. Të ftojnë apo të ketë kërkuar ti që të jesh e pranishme në këtë hapësirë? Më kanë ftuar. Janë disa emra shumë të njohur të gazetarisë shqiptar që bëjnë emisione të natyrës debati, siç është Blendi, Fevziu, Ylli Rakipi, Çimpeka, Grita Duma. Kam përshtypjen të tretë parët apo të dytë parët ti je më shpesh. Të cilat nga studiot ndihesh më mirë? Dëgjoj, kanë veçantitë e tyre. Po lore këtë tani. Jo, po ta them unë. Po jam shumë sinqer se ju e dini, unë flas me Fevziun hapur, po aq sa dhe me zotin Rakipi dhe me kolegët e tjerë. Fevziu patjetër që kam patur dhe e them publikisht të gjithë lirinë e mundshme për t'i thënë gjërat siç unë i kam menduar, kur për asnjë arsye nuk më ka kërkuar asnjëherë të kursehem në raport me një gjë. Kemi shkuar madje deri në atë që u bë edhe virale kur Fevziu fillon dhe vërtet Klodi pushose. Dhe e mirë kuptoj, sepse unë kam natyrën time dhe ai ka të vetën, ndërkohë që Ylli më pëlqen për një gjë tjetër, se e ka të mënyrën interesante të drejtuarit të pyetjeve. Shpesh herë nxjerr atë anën e kolonjarit, është ironik, është pastaj kur fillon dhe përpara se shkosh në emision të merr në telefon, të flet për temat e tjera me radhë. Nuk e teatri Blendit po the Rakipit. Jo, absolutisht, po t'i shpjegoj si janë. Dëgjoj, unë Blendi Fevziut jam mirënjohëse për një arsye, sepse më ka hapur derën pa kushte dhe unë jam përpjekur. Më the që do më japësh një përgjigje. Ja, unë jam përpjekur që ta justifikoj të gjithë besimin që më ka dhënë. Kështu që por që shkon me qef të Rakipi. Kjo është pak me të ngecur, dëgjoj. Do kjo do mbetet pikpyetja, mora vesh shumë. Jo, ja ta shpjegoj. Po pse? Titulli është që dëgjoj se Fevziu më ka hapur derën, por Ylli Rakipin e pëlqen më tepër. Jo, nuk ka lidhje. Unë kam marrëdhënie shumë të mira me gjithë kolegët, edhe realisht edhe kolegu që mund të jetë në televizionin më të vogël nëse ka mundësi unë e respektoj, edhe i respektoj të gjithë. Patjetër, kjo është e vërtetë. Por ka ndonjëherë, për shembull, mënyra se si ndonjëherë Ylli e shtron bisedën. Je zënë Yllin? Sa të duash. Po. Sidomos para dhe pas emisionit, se në emisionin më shumë bas në vështirësinë. Jo, ndodh më shumë përpara, sepse kemi qëndrime të ndryshme. Ndërkohë Fevziu shumë i qartë, kemi këtë temë thuaj çfarë të duash, shifemi në mbrëmje dhe mbaron këtu. Gazetari investigativ më i mirë në Shqipëri. Artan Hoxha. E sigurt. E sigurt. Për ecurinë ndër vite dhe për mënyrën se si ai ka investiguar shumë çështje. Tani nuk që thoja unë, po ne jemi dy profile. Jo, patjetër që jo, po ka të rinj gazetar të rinj të cilët po rriten profesionalisht? Për fat keq shoh shumë pak filiza. Edhe ata që vinë me idenë për tu ngritur lodhen shpejt edhe ikin. Cili është prokurori apo prokurorja që në këndvështrimin tënd ka bërë një punë cilësore në karrierën e tij? Ka shumë. Disa që do të veçojnë. Ka shumë. Po të emra ndoshta nuk do të isha korrekte,
edhe do filloja, do duke sikur unë po kemi ne- mbështesja mirë, nga e kuptoj, caktuar, e kuptoj. edhe do duket sikur Jo, e kuptoj, po që ka shumë. përgjigja është kjo. Vlerësoj Nuk kemi ne pra, e kuptoj që ka shumë, por nuk kemi ne disa që siç do duhet ndodhë. Po ja, për shembull, nëse unë do të them një emër të caktuar, ata do thonë, e thot këtë emrin sepse ka burime. Po ti e ken kokën tënde. Po, patjetër. E kam profilin e gruas dhe të burrit prokuror që kanë bërë gjëra të mira në këtë vend. Dhe drejtuesi i ardhshëm i SPAK-ut kush do të jetë? Të katër kandidatët janë shumë të mirë. Unë e kam shprehur që do doja në krye të SPAK të vinte një grua, por cili do që të jetë prej tyre, patjetër gëzon respektin tim. Ke një gazetare apo gazetar që të ka rivalizuar ndër vite? Jo, unë jam unike në llojin tim, me gjithë gabimet që kam. Nuk ka një Nga mënyra që... se si flas, nga mënyra se si silem, nga mënyra se si e kam bërë profesionin, mendoj që jam një specie në zhduke në profilin tim. Patjetër që kam marrëdhënie shumë të mira, sikurse kam edhe përplasjet e mia si çdo profesion. Do vazhdosh ta bësh për një kohë të gjatë këtë punë? Adi Krasa, si kam thënë, kur të jem 72 vjeçare do ta lë këtë profesion. 72, Por e ke... problemi është që do ta lë këtë profesion, ta thash edhe më herët ditën kur unë do të kuptoj që nuk kanë vlerë gjëra që unë them. Pra të kuptoj që opinioni nuk e do më Klodianën, atëherë po do të rriqen. Por janë duke Po ti mendon që njerëzit të duan, pra e ndjen këtë perceptim, e ke këtë perceptimi që ke një jo, do këtë e konfirmoj edhe unë, në fakt se jo më kot. Jo, ja po them, gjëja që më mban në këtë profesion janë pikërisht njerëzit e thjeshtë, të cilët më kanë dhënë qindra përqafime. Tani kjo është përgjigja e pyetjes në Gjakov, për ta vazhduar pak bisedën, ku ti më the pse mua. Dhe unë të thash, ty thash sepse unë e di thash që ti je te njerëzit, dhe ti shkon te njerëzit, dhe ti je njeri i njerëzve. Dhe unë doja që ta nisja këtë episod të parin. Unë dalë tek Gjakova, mund t'ja shpjegojmë pak opinionin publik. Gjakov, unë dhe ju edhe Gjakova, shumë po, kolegë, se mbetim pak, po, me kej farë drejtë, po, se çfarë është Gjakova, në fakt. Ishim të ftuar nga Ermal Hasimja, që ne kemi patur në fillimet tona pedagog në histori filologji, dhe ishte një koncert i titulluar Një za një shpirt. Dhe ishte Ermonela Jaho. Ishte një mbrëmje e jashtëzakonshme. Që të ka përfshirë edhe ty, sigurisht, dhe unë ta thash pak më herët që kam bërë një shënim më njëherë pasi jam kthyer në hotel dhe nuk e kam publikuar akoma sepse shënimi im mu duk shumë i vogël dhe ndoshta shumë i vakët në raport me magjin dhe intensitetin që na fali jo vetëm Ermonela, që është absolutisht e jashtëzakonshme, por edhe modestia e Ermalit, edhe modestia dhe talenti i Arpies Komonit, aktorët të teatrit të Kosovës, apo dhe aktorëve të tjerë, edhe flautistja, edhe, domethënë, edhe kori i fëmijëve, dhe ishte pastaj për më tepër Nën Ferdonia, cilën unë për herë të parë pash nga afër, sepse kisha dëgjuar për historinë e saj dhe për t'ia shpjeguar të gjithë njerëzve që do të ndjekin, një nën që kishte humbur 4 djemt edhe bashortin ja kishin marrë forcat serbe dhe nuk ja kthyen të gjallë në shtëpi, dhe Ermonela i këndoi dhimbjes së saj. Është Drim, nuk ka gjë më tronditse për një grua se sa t'i marrin fëmijët dhe t'ja vrasin. Nuk ka gjë më të tmerrshme për një nënë edhe kur i smuret fëmia ka një temperaturë. Por e di pse ndjeva shumë thellë, sepse Ermonela Jaho ishte përfshirë aq shumë në atë rol dhe qau aq shumë dhe na e përcolli ne, dhe besoj që nuk qau vetëm për nënën Ferdonie, por mendoj të mbushën pak syt në lotë edhe tani e kam ajo, po e vërtet, ajo qau në emër të gjithë nënave kosovare, të atyre shqiptare, dhe besoj që qau edhe me keqardhje pak për Shqipërinë, që e kanë çuar në këtë pikë që është. Edhe dola pak nga kjo reatia e Koltukut për të thënë që ndonjëherë edhe dhimbja duhet të rrëfehet apo të tregohet me një lloj integriteti, me një lloj force. Sepse dhe nëpërmjet kësaj mënyre njerëzit mund t'i motivosh për të ecur përpara. Jo, tilla evente në fakt, me thënë drejtën, na tensionojnë të gjithëve dhe na heqin pak edhe nga rutina që na ka robëruar pak punë, aktivitet, ato përditshmëria e mbarimit të gjithë atyre detyrimeve, janë një çtendosje edhe nervash edhe emocionesh që na bëjnë mirë.
Uroj që të të shkojnë gjërat mirë, uroj që t'jesh mirë, familja t'jetë mirë, uroj që profesionalisht t'jesh mirë. Mund të kishin folur shumë gjatë, kjo natë mund të qenë shumë e gjatë sot, por besoj që ti do t'jesh në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë, je gjithmonë live dhe duke raportuar, kështu që uroj të mos të shohim shpesh në fakt. Ashtu a? Jo, nuk kuptoj. Sa bukur e the, Klodiana. Jo, e di pse. Po na mërzit pak dhe duhet t'i ndalësh uroj këto mos të dalje. shohim shpesh, mos kemi kaq shumë lajme kronike, po them. Sepse siç e kemi nisur, siç e kemi nisur, me të drejtën, kam përshtypjen që do të shohim shpesh. E kam të pamundur të shmangem për shkak të zhvillimeve. Jo, se mos ma keq kuptosh. Jo, absolutisht. Të lutem se është shumë e rëndësishme se e diun si mund t'i marrin edhe. Absolutisht. E kisha fjalë ishte batut për të treguar që mos të shohim shpesh, mos kemi shumë lajme kronike. Drin, ishte shumë bukur thënë nga ana jote, e pranova me një sportivitet të jashtëzakonshëm, ndonjëherë bezdisem edhe vetë kur e shoh veten pafundësisht. Janë ca ngjarje që nuk i lë dot sepse mendoj që po duhen raportuar, por them. Nëse edhe kaq shpesh pastaj, domethënë, Ke të drejtë, duhet moderohen pak. Edhe do ta shikojmë në syrin tonë. Dgjoj, se tani fillove ti të më pyesësh mua dhe unë do të pyes ty, të ndruan pak rolet. Është konsum gjithsesi, domethënë, po. Kështu që gjithë duhet kujdesin pak për vetë. Televizioni është konsum. Unë mendoj që ka gjithmonë një cikël në jetë. Unë kam punuar vite me radhë në gazetë, mbaroj ciklin në gazetë, më pas do vish në YouTube, të bësh një emision në YouTube. Më pas mund të shkoj dhe në YouTube, ndoshta mund të kaloj në fushë akademike, nuk e di. Por ideja është që ka gjithmonë një cikël në jetë, edhe unë jam duke bërë këtë ciklin e televizionit. Kur ky cikël të mbaroj, patjetër do jem në gazetari, por në një tjetër aspekt edhe. Kështu që po, vërejtja është e drejtë, ma thot shpeshherë edhe babai i fëmijëve tan dhe thot Klodiana, ndoshta e ke tepruar pak se ke dalë ca si shpesh. Pastaj përpiqen të zhduken ca kohë. Po mbase se nuk ka një Klodiana tjetër, prandaj po të kishte. Thash pra, jam specie në zhdukje në mënyrën se si unë jam formuar edhe brumosur. Dhe unë jam shumë i lumtur që je dhe që na erdhe dhe që na u bashkove në këtë bisedë, ishte shumë kënaqësi që të kisha. Gjithashtu dhe nuk do të thoja asnjëherë dhe për asnjë arsye jo. Faleminderit. Na shkoi shumë mirë, ha? Si vajti? Nice, Hajde, nice. Po gjota, e një mësuar me njerëz ju që doni prit e kat e kudiu. Late night, late night, late night in block, late night in block. Shiko, do dhe në qik persistencë kjo gjë, ja? Po. Të qonë? Prit të provoj njerët. Qo pak qonë. E zhërët po këtu ku. Po pra, i pas keni të shtrenjt. Brunes. I të brunes. Dëgjoj. Po është pra do që persistencë që se po qesh me ambin, se me siguri tani shkojnë mendja që ta përdorim të brunesit. Se e vijumen duke përkat. Amdi do të nxjerrim vetë në backstage. Po kjo Sara yllte ky emisioni jonë, no? Jo se s'është yll, po. Del kemi nice. Ha? Po tani një sekond, një kamerë është aty, po kamera tjetër ku është? Ja me dy e ke aty përballë. Një e kam unë këtë përballë. Një është atje dhe një është atje lart. Kishe parë një Dalim edhe në televizor, vetëm ju. është dhe Dalë. Nice. Jemi gati. Gati. Na, e gon, je gati. Rek gjitha, Gati, çdo gjë. 2, 1, kur doni. Fillojmë. Ka shumë pak njerëz të cilët investohen në punën e tyre, punojnë me pasion, e ndjekin qëllimin për cilin janë investuar dhe që marrin dhe një feedback pozitiv. Feedbacku pozitiv shpeshherë reflektohet në rrjetet sociale, ato janë mënyra më e mirë për të matur ditën e sot me suksesin. Në fakt edhe unë në këtë program prandaj zgjodha që të vijan përmes platformave sociale sikur se është dhe YouTube-i, dhe doja që në këtë episod kisha një njerëz që e personifikon shumë mirë punën e bërë në rrjetet sociale. Është shumë e dashur, kam përshtypjen edhe për shkak të numrit të madh të ndjekësve që kanë rrjetet sociale, por edhe sikur se e thash pak më parë për intensitetin, korrektësinë, persistencën që kanë punën e saj. Nuk e di a është vërtet kaq e mirë apo ka apo ka
dhe disa gjëra që nuk shkojnë siç duhet, por Sara Berisha, faleminderit Sara. Mi mbrëma Drini. Ja, të provan çika. Jo, ti shumë faleminderit. Unë sa herë nis një intervistë kam emocione, por jam e sigurt që do më kalojnë. Jo, unë vërtet të vlerësoj. Ta kam thënë fakt edhe sa herë me takuar, sepse kam një raport shumë të sinqert dhe e vlerësoj shumë njeriu punëtor, pra. Do të thosh dikush nuk e vlerëson se dakord. Absolutisht. Ditën e sotme është shumë pak e vështirë që të gjesh atë në profilin e vajzës apo djalit që vërtet punçohet mëngjes, punon, ka një produkt, i qëndron me persistencë i produktit. Edhe do punën që bën, që është shumë e rëndësishme. Apo ndihesh mirë këto kohë me punën që po bën dhe me gjërat që po bën? Po, me thënë të drejtën, sidomos këto le të themi 4 vitet e fundit, po ndihem shumë mirë, se mendoj që ka filluar të vlerësohet akoma më shumë kjo punë që unë bëj. Edhe për mua është shumë e rëndësishme, se është paragjykuar pak. Po, ka pasur edhe paragjykimin që edhe paragjykuar, por edhe vlerësuar, kanë nesur të dyja bashkë. Dhe unë shpeshherë kam gjetur veten si një personazh i televizionit me një këmbë në pjesën e, po themi, pjesës sociale dhe po i quajm mini influencimit apo blogerimit dhe në pjesën e medias. Dhe shpeshherë dhe për meshkujt nuk ka qenë e vështirë, se edhe për meshkujt që janë në këtë biznes është, por për femrat ka qenë edhe paq e dyshim të kjo punë nëse vërtet funksionon. Tani unë do të pyesja pak, se ky është qëllimi i bisedës që do të bëjmë me ty. Në botë ka imazhe influencerësh të njohur që dakord kanë një numër të madh ndjekësish që ndiqen për arsye nga më ndryshme, të se ne zakonisht jemi mësuar që të kemi influencer vetëm në pjesën e lifestyle-it, modës, por ka dhe influencer që janë tani ka ndryshuar pak. Tek ne ka ndryshuar, por më shumë ti ka qenë vetëm për pjesën e modës, për pjesën e lifestyle-it, por ka dhe nga ata që janë frymëzues, po themi, që japin qëndrime frymëzuese, apo ata që merren me ekonominë, që japin qëndrime pra ka forma ndryshme influencime. Si nisi me ty kjo gjëja? Sa pyetje bukur, edhe ka kohë që nuk më bëhet kjo pyetje në fakt, në intervista, edhe më kishte marrë malli. Unë, me thënë të drejtën, këtë gjën e kam nisur thjesht për qef, pa e ditur se... Do merrte këto për masa. Do merrte këto për masa, pa e ditur që kjo gjëja do kthej në përfitim për mua, do kthej në punë. Ishte thjesht Instagrami që ti postoje foto dhe... Të rastësishme? Rastësishme. Të jetës tënde, të veshjeve, të veshjeve, duke treguar se çfarë vesha sot. Por atëherë kur unë nisa, koncepti këtu pothuaj se nuk ishte fare dhe ne ishim shumë pak vajza, djem për të thënë fare, që e kishin nisur këtë lloj gjëje dhe mendoj, unë kam thënë gjithmonë, mendoj që kam qenë në kohën e dur dhe me njerëzit e dur, si kemi dhënë dhe suport njëri tjetrit për të ngritur avash avash. Ke ndjerë këtë mbështetje apo ke ndjerë më shumë? Jo, e kam ndjerë mbështetje. Sot që flasim, ndjesh, si thua, ka konkurrencë në këtë sektor? Shiko, patjetër që ka konkurrencë, se konkurrenca është kudo. Dhe mbas ajo na zhvillon. Por Odrin, unë për shembull e kam zënë vendin tim duke qenë se unë jam ndër influencerat e parë dhe po bëj 10 vite në këtë pjesë dhe e kam zënë atë vendin tim. Kjo është e padiskutueshme. Por ajo që do të të pyesja është a jetohet, pra, a është ky një profesion? Për ata që na ndjekin dhe për ata që duan ta kuptojnë për vajzat djem të rinj. Po. A mundet ata që të zgjohen një ditë dhe të thonë, të vendosin që të bëhen influencer? Mund të ndodhi kjo gjë? Mund të ndodhi dhe po ndodh, sepse unë po shoh që në ditët e sotme, me thënë hap Instagramin ose TikTokun dhe shoh, dëgjoj vajza dhe djem dhe thonë, e lash punën tetorarshe dhe vendosa ti përkushtohem rrjeteve sociale, sepse më pëlqen të tregoj nga përditshmëria ime, dhe në bazë të shikueshmërisë që ato kanë, ato e provojnë, e tentojnë. Patjetër. S'ka njeri që me një klik. Po, por është pak edhe çështje fati, i bëhet një video virale, i bëhet kanë atë... Pra, ka një mekanizëm që, domethënë, nuk është e përcaktuar, nuk ka një shkollë specifike për këtë gjë, nuk ka një kurs që ti ta ndjekësh dhe që patjetër mund të ketë forma trajnimi që ti të stërvitesh dhe të rritesh profesionalisht, po
Cili është, ka një element që është i rëndësishëm në gjithë të proces, për shembull se dakord, ti mund të kesh shikueshmërinë e lartë, ai që njihet si reach, arri kur të sa shumë të shkonte njerëzit, sa shumë shpërndahesh, po ka diçka që vërtet të diferencon nga të tjerët? Çfarë mund të jetë? E para duhet të jesh është konsistenca, domethënë ti duhet të jesh konsistent në këto lloj gjëra. Nëse ti e ke nisur dhe don që dëshiron që të japësh atë, të tregosh tek ndjekësit e tu jetesën tënde, se si ti, domethënë nga mëngjesi deri në darkë, ti duhet postosh gjithë kohën. Ti po thua që dallon një njerëz që është persistent dhe një që e bën një herë po, një herë jo, është e dukshme pra, është diçka që është e dallueshme. Kjo gjëja bëhet që edhe ti në fund të ditës të kesh bashkëpunimet e tua, të lidhesh kontratat. Nëse një biznes, për shembull, nëse një biznes të sheh që ti poston një herë në nuk të merr. Nuk afrohet tek ty. Po pra nuk krijon një lloj besueshmërie. Si janë pagesat, për të mos folur në terma konkret, po domethënë është një rrogë mujore, është një pagesë me kontratë, dhe pagesat janë në paketa të ndryshme, në varësi të asaj që kërkojnë kompanitë të ndryshme, pra ta shpjegojmë pak për ata që se si funksionon. Ky është një proces që ne e njohim nga që jemi pjesë e sistemit. Po dikush që na sheh, si mund ta kuptoj, pra si funksionon kjo pjesë? M'fal, është edhe abuzuar pak, ose influencerat quhet kështu sikur jep ato lekët dhe fillon flet mirë për ty. E di, jam bërë shumë video meme kështu që ironizojnë pak me këtë pjesën. Është bërë pak keq kjo lloj gjëje. Po në fakt si funksionon në këndvështrimin tënd? Dua atë optikën tënde të gjës. Se ka raste nga më ndryshmet, por në rast se si ti e sheh. Unë po marr shembullin nga, domethënë, nga vetja. Unë jam një person i cili paguaj kontributet në shtet, ashtu siç paguajnë të gjithë. Pra kjo është një punë full time për mua, unë kam përkushtuar të gjithë kohën time dhe unë kam kontrata 1 vjeçare, 2 vjeçare, apo kam pasur kontrata dhe 5 vjeçare. Ka dhe 5 vjeçare dhe 2? Po, ka pasur, domethënë kam qenë brenda ambasador dhe vazhdoj të jem i një X brendi të huaj. Dhe në momentin që ke kontrata 1 vjeçare, për çdo muaj ke pagesën. Po deshe thuaj atë brendin. Mund ta them. E di pse thuaj, se do ta them dhe unë një brend. Po, për Calcedonian. Patjetër mund të thuash se kjo është një hapësirë që edhe kush të doj mund të afrohet në fakt edhe në këtë hapësirë që jemi ne për të promovuar cilin do lloj aktiviteti, biznesit që ka, po meqense jemi këtu mirë vetëm një çast të shkurtër për të falendëruar shumë herë Badentin, që është një kompani shumë cilësore, që kujdeset për shëndetin oral, është tashmë edhe në Shqipëri, që një kompani çeke, e cila fillimisht filloi që të trajtonte shëndetin e mishrave dëmë dhe më pas u zgjerua në gjithë gamën e shëndetit oral, por edhe një tërë falënderim, meqense është në ekran, për Qinkon, klubin që tashmë ka një eksperiencë 10 vjeçare, për Brunës, po aq që është gjithashtu. Jemi ulur në kulturën e Brunesit. E Brunesit, ja ku është edhe një pamje e Qinkos që feston këtë vit 10 vjetorin dhe do të ketë DJ-t më të mirë, DJ me emër, nuk po zbuloj, disa emra shumë të mirë, po nuk po i zbuloj disa prej tyre, po që do të jetë një sezon i bukur. Kështu që, okej, falenderojmë edhe ne këta. Kështu që po më thoshe për Calcedonian. Po. Edhe lidh kontratë e gjatë, po. Dhe pagesa bëhet çdo muaj, pastaj ka bashkëpunime që janë 3 mujore, por gjithmonë me pagesën që ti e merr në çdo fund të muajit. Domethënë le të themi që është si rrogë në fund të muajit. A ka punë për ty ose në sensin që janë episodike? Apo përgjithsisht përfshihesh në punë që janë më të gjata në kontrata? Ka punë që janë më të shkurtra, por unë këtë gjë e zgjedh vetë, në fakt. A ka rëndësi produkti, Sara, që ti reklamon? Po, ka shumë rëndësi. Domethënë, mendoj që jo vetëm për mua, por për gjithë duhet të ketë shumë rëndësi, sepse Instagrami edhe TikToku në këtë rast janë media, le të themi është një media si televizioni që ne japim informacion për një X produkt dhe shumë e rëndësishme se çfarë ne publikojmë, dhe i përcjellim, transmetojmë të tjerëve nëpërmjet medias tonë, domethënë sepse ne na ndjekin si adoleshentë, si të rritur, edhe është shumë e rëndësishme. Kur erdhi ky, se është shumë interesante në fakt edhe për shkak të pjekurisë që ti ke fituar me këtë punë. Kur e kuptove që nuk është kaq shaka kjo puna? Domethënë në kuptimin që si ti po thua, duhet të jesh i kujdesshëm pra me atë që poston.
Si erdhi ky momenti? Pati një moment që ti e dallove apo erdhish gradualisht? E di çfarë mendoj unë, e di kur ka ardhur fiks që kam thënë edhe që po vlerësohet kjo lloj gjëje dhe që vërtet ja vlen, unë mendoj që pas pandemisë. Sepse online atëherë mori një boom të madh, edhe aty kam parë që janë shtuar edhe më shumë influencers, flas te pjesa e Instagramit, aty mori edhe TikToku atë boomin më të madh. Aty e kam kuptuar dhe se bizneset kanë filluar ta vlerësojnë këtë lloj gjëje, këtë lloj pune. A ka toksicitet online? Ka, nuk e shmangim dot, domethënë është edhe një botë aq sa e bukur dhe toksike, ëh? Ka. Domethënë këtu pak do të kaloj pak tek këto komentet që shpeshherë janë dhe negative apo që për mesazhet pa pëlqyera, është edhe kjo pjesë si e menaxhon? Se dëgjoj, unë tani ti më sinqert, përgjithsisht nuk është se kam komente negative. Jo, po flas si fenomen. Si fenomen. E di kush është problemi? Problemi është që në ditët e sotme të gjithë e kanë mundësinë për të pasur një telefon edhe për të dhënë atë mendimin e tyre pas telefonit. Mua kjo gjë më shqetëson, por në fund të ditës... Imagjino, po jo, në fund të ditës jeta vazhdon dhe shiko, jeta e vërtet, them diçka, pakën se unë përpiqem t'ia them aty që komunikoj pas here. Bota sot është online, po ka një pjesë që është e vërtet. Dhe ajo e vërteta është gjëja më e bukur që duhet jetojmë, sepse atë e harrojmë shpeshherë dhe ka shumë njerëz që jetojnë më shumë online se sa jetojnë atë pjesën e vërtetë, po ajo në të vërtetë është gjëja që nuk duhet na shpëtojë. Por po mendoja, imagjino zgjohemi një ditë, ti, unë, të mbyllet Instagramin. S'ka as YouTube, as Instagram, as TikTok, ç'a do bëhet? Dëgjoj, e di që Instagrami, këto rrjetet sociale, ndeshën bizneset që kanë vite dhe e kanë paragjykuar këtë punën e influencerave, i kanë dhënë një ndihmë të madhe, në kuptimin marketingu duhet, më kupton? Okej, e kam bërë marketingun nëpërmjet televizionit e gjitha, por edhe nëse mbyllet, unë kam hap një biznes. Po, në qëra fjallë si po të shkon biznesi? E veshur me dorë? Po, dorë 903. Është koleksion i ri? Ky është koleksion i ri, po bëjmë dhe koleksionin tjetër të ri. Pasardhës që do... Po shkon shumë mirë dhe Drinë, e di për çfarë jam e lumtur, sepse duke qenë se kam vite që punoj si influencer, mendoj se shoh edhe shumë influencera nëpër botë që kanë brandin e tyre dhe le të themi në gjithë ato vite që kanë punuar, fryti i kësaj pune është një brand dhe jam e lumtur që unë dhe Ditea arritëm. Po fitohet? Ky është viti, kemi një vit e gjysmë që jemi në treg, fitohet, por thonë që në biznes 3 vitet e para je vetëm në investim. Okej. Por ka shumë kërkesë. Bërë bizneswoman komplet, ë? Po të lutem shumë. Para se të kisha biznes, thoja vërtet, njerëzit, domethënë, a ka Shqipëria fuqi blerëse? E kishe imagjinuar veten që do ishe në biznes? Kur? Sepse unë vi nga një familje që jemi marrë gjithë jetën me politike dhe nuk kemi pasur asnjëherë biznes. Po, si është kjo, domethënë? Që ka bukur. Po pra se dhe unë dua të jem në biznes, mbase mund të jem në biznes. Po, është nice, ë? Është nice. Është bukur. Biznesi është bukur. E du ta bësh sa më shpejt. Do ta gjej fshimën. Sa e vërtet dhe sa nuk po them falso, ti s'ke lidhje fare me fjalën falso, po jo e vërtet, po themi i shfaqesh, domethënë. Unë në rrjetet sociale. Po, domethënë ka momente që domethënë si është ky raporti mes të dukurit gjithmonë perfekt, po ndërkohë jeta nuk është ashtu dhe të shfaqim gjithmonë një imazh të kuruar. Anën më të mirë, le të themi. Unë e di çfarë them, unë them këtë, boll halleve kemi në shtëpi, saqë të dalim edhe ti shfaqim ato problemet në rrjetet sociale, duket pak e tepërt, por kjo gjë vlerësohet shumë. Momentin që ti dele dhe tregon edhe atë anën e keqe. Si shpjegohet që njerëzit duan të shohin vetëm luks, vetëm jo luks, por vetëm sukses, vetëm shkëlqim, vetëm yje. Pse njerëzit nuk duan ta shohin më shumë këtë pjesën e... Nuk e di, mbase duan të ikin asaj problematikës së përditshmërisë. Po, duan të shohin vetëm atë të bukurën. Unë për shembull mundohem, jo se dua të tregohem falso, por mundohem që në Instagramin tim të tregoj vetëm atë anën e bukur. Mund të ketë qenë dita, mbase dita ime më e keqe,
por nuk dua ta shpreh në Të Instagram. ka ndihmuar Ditea apo ke ndihmuar ti Ditea? Domethënë në kuptimin si ka qenë shkruar raporti juaj. Ditea është motra e Sarës, Po. për ata që mbase nuk Ne kemi ndihmuar njëra tjetrën dhe mendoj që është fiksa e shpreha, bashkimi bën fuqi dhe besoj që i kemi dhënë krah njëra tjetrës. Se shumica thonë ju po se okej, mbase unë kam nisur përpara Diteas dhe më pas Ditea u fut në këtë rrugë pas meje, por jo, unë mendoj që i kemi dhënë krah njëra tjetrës, sepse Po pra, dua të pyes, kjo dyshe është një dyshe që funksionon. Pra, domethënë kur ti bashkëpunon me dikë tjetër ose për shkak ka influencer që përfshin mbase familjen, ose fëmijën apo fëmijën, pra, do të kuptoja është një mekanizëm që funksionon, po, funksionon. Më thënë, e shoh që përdoret shumë kjo pjesa ose me të dashur, me partnerin, ka funksionuar. Domethënë po ishe vetëm? Si? Po ishe vetëm? Jo, se po isha vetëm se... Se je kështu. Po çfarë bëjmë? Është late night. Tani, vazhdojmë me pyetje. Ka persona që ndjen rivalitet? Una ndjen rivalitet? Jo. Nuk ka, nuk është një gjë që... Unë jam shumë chill me çdo person, mbase dikush ka rivalitet me mua, po jo. Nuk e shes si një gjë që... Jo, fare, absolutisht. Edhe nuk e them këtë se se jam e mira, se jam e keqa, jo, jam thjesht unë kam punën time si Jo, nuk po në mendoj një emër, po do me thëmë, si ta them unë ti, unë për shumë në media, kam disa personazhe që burra mbase, sigurisht, që mund të rivalizosh, dhe ti thua që shiko se me këtë, unë kam një... Ti bën një lloj paralelizmi, thua që dua të jem më i mirë se ky, apo do të thënë sikur po bëjnë në një garë. Po. Nuk dua emra, po më thënë... Jo, e kuptoj. Nuk e, okej. Jo, mbase edhe, shiko, ndonjëherë kjo gjëja të shtyn të bësh edhe më të mirën tënde, edhe mund të ketë ndodhur. Por që shpeshherë në mendjen time, shumë herë idealizoj sikur dua... Mirë që s'm pyeta kë kam unë, po s'ka gjë. Jo, s'do të thosh. Dua, më thënë më shumë, them, po sikur t'isha si ky... Po, okej. Po, nise, pare. Çfarë do t'i sugjeroje, unë e di që të ndjekin shumë vajza që janë dhe maset në moshë të marrjes vendimeve, do kishe një sugjerim që do t'ja u jepje një gabim që s'duhet ta bënin dhe në këtë lloj pune që unë bëj? Patjetër. Te pjesa e influencimit dhe blogerimit, diçka që vërtet do ta këshilloja. Po të ishte një masterclass që ty do ishe duke e dhënë edhe do jepje disa sugjerime. E di, një koment që marr shumë në Instagramin tim është që na pëlqen shumë sepse ti je vetvetja dhe del këtu pa filtra dhe poston gjëra, le të themi, pa u sforcuar. Dhe unë mendoj që ti vërtet të rreqësh atë audiencën tënde, duhet të jesh gjithmonë të tregosh atë anën tënde të karakterit, domethënë ta tregosh veten ashtu siç ti je, pa u sforcuar, pa u bër. Po, për shembull, pa u munduar për të qenë dikush tjetër. Se kjo lexohet, pra thua, kjo kuptohet, kjo është e dallueshme. Po këtë mund ta konfirmojmë, po. Që e veçon atë që e bën se vërtet e ndjen edhe sa. Edhe çdo gjë që duhet bërë për rrjetet sociale të bëhet tamam se e do, jo të mendosh që do fitoj para nga kjo lloj gjëje dhe po e bëj. Okej, se deshkatrova pyetjet se pashtu do kemi jo, që nga pyetjet tjera këto. Sa janë pagesat? Në Shqipëri? Po shiko, pagesat këtu besoj që vazhdojnë nga 50 euro, besoj, minimalja, po besoj që ka pagesa edhe mund të arrin diku te 5.000 euro për postim, 10.000 euro besoj do ishte shumë, edhe mund të ketë, nuk e di. Po, jo, dhe unë jam kurioz për Kurioz jam dhe unë, besoj që këto pagesat 5.000 e lartë, mendoj unë, i marrin personazhet që janë personazhe televizioni, moderator të njohur, mendoj unë, që paralelisht bëjnë edhe punën e Instagramit. Je lirë të më thuash ose jo, po mund të ndihmoj kjo në biznesin tënd. Sa ka qenë pagesa më, kemi pagesë që konsideron dhe pak me mburje, që mund të thuash një pagesë të lartë që ti ke marrë për një postim. Jo për një postim, për një kontratë, për një marrëveshje, për një punë. Ka pas të ndryshme.
Shiko, të them diçka, mua e di pse nuk më pëlqen, sepse duket sikur Okej, jo, thjesht e di pse do të kuptoja pra si shkojnë, do ma beso, nuk do doja që të kaloja në këtë. e di për çfarë më Po fal. thjesht dua të kuptoj, e di. Sepse është shumë e kështu për një vajzë që është apo për një djalë që është moshatare me mua. E di. Të më shohë Po do ta shpjegoj unë pse. Jo, e di, më fal, të them unë tani që unë fitoj në muaj, po them kot 10.000 euro apo 20.000, do të thënë është shumë për Shqipërinë, është realisht dhe nuk dua fare. Më mirë. Jam shumë dakord. Para që unë do të thosha është që nuk dua të tregoj me keqe, por e di pra, po atë që do të thosha është që ne jetojmë në një ambient që komentohet shumë, por që ka edhe komente të pa baza dhe të pa argumentuara fare. Por kjo ne nuk duhet na ndalojë në përgjithësi për të qëndruar gjës tonë dhe për të thënë atë që ne bëjmë dhe se si ne e bëjmë, gjë që unë personalisht përpiqem ta bëj. Megjithatë, thelbi i kësaj bisede është që kjo është një punë, është një angazhim i yti, për cilën unë u përpoqja që të kuptoj edhe pak më shumë. Dhe besoj që ja kam dalë të kuptoj pak më shumë dhe që ti do ta vazhdosh me të njëjtin intensitet apo jo? Unë do ta vazhdoj me të njëjtin intensitet. Unë i kam kushtuar 10 vite të jetës time, do të thënë kam nisur që nga fundi 2015-s e vazhdoj deri sot, do të thënë unë edhe pse vazhdova shkollën për drejtësi, nuk e me këto të spakut, kështu di se do isha bërë. Nuk e vazhdova fare, do të thënë e kam mbaruar dhe masterin, por ndoshta ke rrugën tjetër. Më mirë. Dëgjoj tani do të mësosh edhe mua ca hile tani nga këto. Në një hil kështu nga këto, ku diun, blogerimet, influencimet. Po mund bëjmë influencer i mirë? Po, ke premisa. Kam premisa, po, ti bën foto të bukura. Vërtet? Të udhëtimi në Milano. Unë një foto tani. Të udhëtimi në Milano i ke bërë foto të bukura. Jo, më vërtet më pëlqejnë fotot, një pasioni ime. Përveç gazetarisë. Përveç gazetarisë edhe moderimet, po të vlerësoj shumë dhe të falenderoj shumë për... Edhe unë të vlerësoj shumë dhe ti. Do dalim të Instagrami jo? E shumë thank you për ftesën. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi dhe të uroj sa më shumë suksese në të gjitha gjërat që bën. Dhe uroj që të kemi sa më shumë Sara në Shqipëri. Thank you, edhe ty sa më mbar emisioni dhe çdo gjë që ti bën. Faleminderit shumë. Wow, faleminderit. Po më emision, po, më gojën plot. Të ka pi Klodiana, jo s'ka ti? A ka pi Klodiana? Jo, më është tjetër. Dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night in blood. Late night in blood. Ky emision mundësohet nga Brunes, Herbadent, Eurolab, Cinco Luxury Club.